tani kemi vetëm një pyetje për Sazani, sepse ne jemi dhe operator turistik dhe agjensia turistike, edhe njerëzit flasit për Sazanit, hapur, nuk hapur, mbyllur, sepse Ivan ka do vi, dhe të gjitha flet është një rajon turistik edhe shumë naturale, edhe qa pati andej. Kemi turizm në Sazani, ose jo? Shiko, se këtu flitet shumë për gjithë shka edhe për fat keq bëhen fakte gjëra të pavërteta, marrin vend edhe bëhen të vërteta, edhe s'ka zot pastaj që i ndryshon ato gënjeshtra që janë bërë të vërteta, më lërë të mbaroj. Se është hapur gjithandej edhe kur shkruaj mediat e huaja thonë që qeveria ka shitur ishullin e Sazanit familjes Trumpit. Kjo është e pavërtet. Ne nuk e kemi shitur dhe nuk e shesim ishullin sepse Sazani është pronë e Republikës Shqipërisë, do të mbetet pronë e Republikës Shqipërisë e para. E dyta, ne nuk e kemi përfunduar akoma sot që flasim negociatën për Sazanin. Pse nuk e kemi përfunduar dhe çfarë po negociojmë ne, sepse Republika e Shqipërisë, Shteti Shqiptar do jetë pjesë e kompanisë së përbashkët që do të investojë dhe do të administrojë ishullin. Kështu që edhe në këtë pikë, si thua, shqiptarët janë të përfaqësuar nga shteti në këtë iniciativë. E treta, nuk bëhet fjalë për të mbyllur ishullin. Pra nuk do jetë një resort i mbyllur, siç mund të ketë resortet vogla që janë mbyllura me mure dhe që hynë vetëm ata që banojnë ose ata që ftohen. Nuk do të jetë i mbyllur, se nuk do bëhet rezervat i privilegjuar. E katërta, projekti i Sazanit ka ndryshuar në proces, si projekt ndërtimi. Pra, aty do të ketë shumë pak ndërtime dhe do të ketë një profil kulturor, artistik të rëndësishëm. Dhe unë besoj që do jetë një nga projektet më të bukura që janë zhvilluar në Mesdhe, dhe bashkë me pjesën përballë Sazanit, që është pjesa private, por që zhvillimi po ndodh në të njëjtën dorë, ku janë përfshirë arkitektë nga më të mëdhenj të botës, do jetë vërtet një zhvillim që do të rrisi vlerën në mënyrë të jashtëzakonshme gjithë investimeve këtu. Se ajo që ndodh, se ata që shikojnë ngushtë dhe që pastaj flasin që po e marrin të huajt e ku diun, nuk kanë se si ta kuptojnë se çfarë impakti ka një zhvillim i tillë, ose kanë zhvillime të tilla për gjithë pronën rreth rrotull. Pra do rritet vlera e pronës së gjithë ronjatëve si fillim. Do rritet shumë vlera dhe çmimi i të gjitha investimet të reja që po bëhen. Pse? Sepse njerëzit që nuk do shkojnë dot atje, do kenë dëshirë të jenë afër. Edhe do kenë dëshirë të bëhen pjesë e gjës. Kështu që pa diskutim që kjo do jetë vetëm të mira për Vlorën, edhe për këtë them, është shumë e rëndësishme sot që operatorët turistik të Vlorës të jenë strateg për fatin e investimit të tyre. Sepse në 5 edhe deri 10 vjet të ardhshëm, ndryshimi që do ndodhi në krahasim me tani do jetë më i madh se ndryshimi që ka ndodhur nga tani në 10 vjet më parë, në aspektin e kërkesës për Vlorën, edhe si rezultat i këtij investimi. Ky investim nuk është një investim
për t'u parë thjesht në vetvete, që do vinë ca të pasur, do marrin ishullin, do ngrenë muret, edhe shqiptarët do rinë këtej. E vërteta është që duhet bërë një strategji për të krijuar reputacion. Reputacion individual, pra hoteli im quhet X Liro, për shembull, se unë kam qenë aksioner me Liro, po më zori jashtë pastaj. Hoteli im quhet Liro, reputacioni i hotelit tim është A-ja dhe B-ja është reputacioni i hotelerisë në Vlorë. Dhe të dyja janë të rëndësishme për mua. Që do të thotë që duhet strategji për ta forcuar reputacionin. Forcimi i reputacionit do të tre gjëra bazë. Çmime, shërbim shumë të mirë nga pikpamja e respektit e edukatës e buzëqeshjes. Jo vlonjat që çfarë do marrësh, po shërbim të mirë nga ana e mirësinë e atyre që i thonë turistëve mirë se erdhët, duhet ta konsideroni çelësin e çdo gjëje, edhe të pastaj mundësisë që tjetri të t'i fali dhe shumë defekte tjera që mund të kesh. Se thotë më pritën mirë, njerëz mirë. Dhe kjo do të thotë që përtej reklamës, shumë njerëz që janë të interesuar për të blerë, për të investuar, për të ardhur, nuk e besojnë që do filloj. Nuk e besojnë që do ndodhi. Ja më thonë, momentin që do filloj zhurma, që filloj investimi, ju do shikoni që do ndodhi në Vlorë. Momentin kur tregu ndërkombëtar i turizmit do ta marri mesazhin që ata e filluan investimin dhe janë bashkuar edhe me Katarin, sot që flasim, atëhere tregu do thotë po që nga vend super i sigurt për të investuar. Ju do të jeni vetëm në prodhim, në investim në prodhim, kuptimin e gjës, dhe do të jeni bashkë në shitje. Juve Vlorën do ta shisni bashkë. Ju vetëm nuk do shkoni larg. Jepi ata dëgjojmë çfarë do thotë. Hajde një. Përshëndetje Seni. Unë jam Jorgo, jam 29 vjeç, kam lindur edhe rritur në Athinë. Jam krenar për Vlorën me fjalë, edhe kam marrë një zhvillim goxha të madh në vitet e fundit. Baj mend me fjalë, kam pasur fatin nga babai të jem shkolluar që nga kopshti deri në gjimnaz, e një nga 4 shkollat më të mira, si them, private në Athinë, ku kam qenë i vetmi shqiptar me fjalë te ato 4 shkolla, gjithë ishin grek. Edhe baj më ishim në shtator me fjalë bas pushimeve. Na pyese me fjalë mësuesja ku vajtet me pushimeve, të fillonin që të gjithë, unë vajta në Mikon, unë vajta në Bar, unë vajta në Kret, ose në përbot, unë i thosha unë vajta në Vlorë. Shumë nga ta shok me fjalë që kisha në shkollë, i solla në Vlorë, këto 2-3 vitet e fundit, edhe kam parë që Vlora është komplet ndryshe nga ajo që kishin në mendje ose dëgjonin nga prindrit, edhe kanë ardhur prapë edhe prapë me fjalë, ju ka pëlqyer shumë si qytet. Jo vetëm Vlora, por gjithë Shqipëria. Po mirë, shumë mirë. Djali që, po nuk më duket si 29, më duket si 21, 22 dhe thash po ky çfarë do thotë. Okej. Ju falenderoj të gjithëve.